Është konfirmuar bashkëpunimi Venko Filipçes dhe LSDM-s me autoritetet bullgare me qëllimin e vetëm për të përfshirë bullgarët në kushtetut. Këto pretendime kanë ngritur sot zëdhënësi VMLO-DPMNE-s Valentin Manasievski, i cili ka deklaruar se kjo do të jetë e para nga shumë kërkesat që Bullgaria do të ketë më pas, që lidhen me identitetin, gjuhën, kulturën dhe historinë. Në fotografijat Azad Menek u gledame Rubin Zemon që Në foton pas meje shohim Rubin Zemonin, i cili tha qartë në një podcast bullgar se Goce Delçevi është një mit dhe se ai nuk ka bërë asgjë për Maqedoninë. Rubin Zemon në foto shihet me Viktor Stojanov nga Fondacioni i Maqedonisë. Kjo është një organizatë qeveritare e kontestuar që vepron në Maqedoni. Fondacioni synon të përhap propagandë bullgare dhe është i njohur për shpërthimet ksenofobike dhe pikpamjet se populli maqedonas dhe historia maqedonase janë nën historiografin bullgare. Partia në pushtet vlerëson se ky koalicioni Venko Filipçes dhe Rubin Zemonit, pra i LSDM-s me organizatat bullgare, është gati të mohojë identitetin maqedonas, të sfidojë gjuhën maqedonase, të fshijë historinë dhe të shkatrojë kulturën maqedonase. Mësojmë se antarët të shquar të LSDM-s kanë parë se gjërat kanë shkuar shumë larg dhe se kjo nuk duhet të lejohet të vazhdojë. U miratua, kështu që Filipçes ju sugjerua të largonte Rubin Zemonin nga këshilli i zgjedhjeve në mënyrë që ai të mos dëmtonte partinë dhe të vazhdonte punën e tij, deklaroi Manasievski.